Nxënësit e shkollës profesionale Antonia Athanas në Sarandë kanë zhvilluar gjatë këtij viti shkollor praktikën profesionale pranë bizneseve të ndryshme të zonës. Bashkëpunimi mes shkollës dhe sipërmarrjeve lokale ka krijuar mundësi që të rinjtë të njihen nga afër me profesionet që kanë zgjedhur. Praktikat në biznes kanë qenë të tre nivele, ka qenë kualifikimi 2, kualifikimi 3, por edhe kualifikimi 5 që është MSA-ja. Si nxënësit dhe bizneset mendoj se janë të kënaqur nga praktika, sepse edhe nxënësit mësojnë shumë në pranë bizneseve nga mentorët e tyre, por dhe për bizneset e Sarandës është ndihmë kur kanë një praktikant apo një punonjës në thonjza më shumë. Provimet që ne bëm në Guzhin Dual, që ishte sistemi dual që kishim si vjet tek niveli te kualifikimi i 3, ishte njërisi dhe dolën në një mënyrë shumë profesionale, shumë prej nxënësve i bën provimin direkt në biznese dhe ne gjejmë rastin të falenderoj këto biznese partnere të shkollës që i vënë Guzhinat e tyre dhe stafin e tyre në dispozicion të provimeve të nxënësve tonë. Kjo praktikë ka rezultuar e dobishme jo vetëm për nxënësit, të cilët kanë fituar përvojë konkrete në tregun e punës, por edhe për bizneset e Sarandës, të cilat kanë përfituar nga angazhimi dhe kontributi i të rinjve gjatë sezonit të punës. Përmes këtij procesi nxënësit kanë pasur mundësi të zhvillojnë aftësitë profesionale dhe të përgatiten më mirë për të ardhmen. Mendoj se vlen shumë sepse është nxënësi atje shikon veten atje ku do jetë në të ardhmen dhe merr më të mirën nga mentorët e tyre, të cilët kuptohet ne kemi biznese shumë të fuqishme, siç ishin Bukenvillet apo të tjera biznese të fuqishme ku bën provimet dhe ata kanë në çdo gjë avangard. Bizneset janë më avangard edhe nga kurrikulat dhe nga ato që kanë sot shkollat profesionale, sepse biznesi gjithmonë është një hap përpara. Bashkëpunimi mes shkollës profesionale Antonia Athanas dhe bizneseve të Sarandës po dëshmon rëndësinë e arsimit profesional të lidhur ngushtë me tregun e punës. Përvoja e fituar gjatë praktikës u jep nxënësve më shumë mundësi për punësim në të ardhmen, ndërsa bizneset përfitojnë nga përgatitja e brezit të ri të profesionistëve. Ky model bashkëpunimi mbetet një hap i rëndësishëm drejt formimit cilësor dhe integrimit të rinjve në jetën profesionale.